sjell gazetarja Baljeta Shala, e cila gjendet në KQS. Baljeta, të përshëndes dhe ua kaloj linjën tek ju. Po gëzim, përshëndetje edhe për ju dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit e Kosovës. Aktualisht vetëm një ditë në ndajnë prej kur pritet qysh nga nesër të nisë procesi i votimit për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës dhe pikërisht sot ka nisur procesi i votimit në të gjitha përfaqësitë diplomatike, përkatësisht në 17 ambasada dhe përfshirë edhe 13 konsulata në 18 shtete të ndryshme të botës. Dhe sipas të dhënave të fundit KQZ-s, deri në orën 13 nga 27.000 votues të cilët janë të regjistruar në këto përfaqësi, aktualisht kanë votuar gjatë kësaj kohe, pra deri në orën 13, mbi 38% apo thënë më ndryshe mbi 10.000 votues kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Këta votues kanë pasur mundësi pra që në 30 përfaqësi diplomatike të votojnë me gjithsej 47 qendra apo vend votime. Deri më tani, KQZ ka bërë të ditur këto do thot përditësime dhe për hollësitë e tjera se si ka shkuar procesi i votimit në përfaqësi diplomatike. KQZ ka paralajmëruar edhe një konferencë të radhës duke filluar nga ora 20, ku do të bëjë të ditur edhe përditësimin e të dhënave se sa ka qenë pjesëmarrja e votuesve në të gjitha përfaqësitë diplomatike, po ashtu do të njoftoj edhe për përmbylljen e këtij procesi zgjedhor. Aktualisht, sipas KQZ-s, para se të nisë ky proces në të gjitha përfaqësitë diplomatike, janë shpërndar dhe janë pranuar të gjitha materialet e nevojshme në mënyrë të rregull dhe sipas kritereve dhe standardeve të caktuar, dhe rrjedhimisht është përgatitur edhe stafi me trajnime i cili është angazhuar në procesin e votimit jashtë vendit, teksa KQZ ka bërë të ditur se tashmë vendi i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme edhe për procesin i cili nis qysh gjatë mëngjesit e së dielës për procesin e votimit, pra dhe të gjitha materialet e nevojshme tashmë janë shpërndar në për të gjitha qendrat komunale dhe i njëjti pritet që qysh në orët hershme të mëngjesit në masa të sigurisë i njëjti të përcillet edhe në për qendra të tjera të votimit ku pritet që të mbahet ky proces. Pra këto janë edhe të dhënat e fundit sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe siç thash, siç e paralajmërova, në orën 20 pritet të bëhet edhe përditësimi i fundit lidhur me pjesëmarrjen e diasporës e cila tashmë ka nisur të votojë. Të falenderoj për këto informacione dhe këtë linjë të drejt për drejt nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.